Përshëndetje të nderuar shikues, kudo që ndodheni. Pas ndeshjes Serbi-Shqipëri në Kosovë, por edhe në Shqipëri, ka plasur debati që lidhet me nacionalizmin shqiptar. Dikush mbron idenë se ajo çfarë u pa në stadiumin e Partizanit në Beograd nuk është fytyra e vërtetë e Serbisë, ndërsa të tjerë analistë, publicistë e gazetarë mendojnë se brorimat raciste dhe dhuna e shkaktuar në Beograd ndaj kombëtarës shqiptare është Serbia e vërtetë e cila nuk ka ndryshuar nga periudha Miloševićit. Por, ky është vetëm fillimi i debatit. Publicistë të cilët kanë mbrojtur tezën se ngjarjet e ndodhura në Beograd gjatë ndeshjes pra nuk është fytyra e Serbisë dhe se banderolla që u ngrit në dron në stadiumin ka mbajtur në fakt hartën një Shqipërie fantome. Pa asnjë simbol kombëtar, nuk ka kaluar pa u kritikuar shar, fyer, madje edhe me fjalë më banale për palat në rrjetet sociale. Kjo dhe do tjetë në fakt tema e sotme në emisionin Randevu, teza për nacionalizmin shqiptar, kundërthënjet dhe shpreja e lirë. Ju të nderuar shikues, kur ta lexoni poshtë, do të keni natyrisht do të shihni dy tema, por në këtë rast këto tema lidhen me njëra tjetrën. Thjesht në këtë shtet i cili pretendon integrimin evropian, a duhet respektuar shpreja e lirë nëse dikush i jep mendim ndryshe, edhe kur bëhet fjalë për tema më të ndjeshme kombëtare. Për këtë temë në studio kam ftuar 4 mysafir. Në anën time të djathtë është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosi, zoti Recep Selimi, mirë se erdhët në studio. Historiani Frashër Demaj, Frashër mirë se erdhët në studio. Në anën time të majtë është Blerim Latifi, ligjërues në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, mirë se erdhët në studio. Si dhe gazetari i Kohës ditore, Vebi Kajtazi, Vebi mirë se erdhët në studio. Të nderuar shikues, në vazhdim për të hapur këtë debat, unë kam shkëputur pjesë nga debati i javës së kaluar në emisionin Randevu, ku ku kemi biseduar për popujt e Ballkanit, e kaluar dhe ardhmja, shkas ndeshja Serbi-Shqipëri. Në fakt, pikërisht në Randevu ka filluar dhe ky debat për nacionalizmin shqiptar. Publicisti Halil Matoshi ka kundërshtuar se ngjarjet në stadiumin e Partizanit në fakt është fytyra e vërtetë e Serbisë. Panoja që fluturoi mbi stadiumin në këtë ndeshje nuk ka pasur kurrfarë simboli kombëtar. Ajo ka mbajtur një hartë të Shqipërisë fantome. Dhe se nacionalizmi shqiptar është nacionalizëm folklorik dhe fshataresk, ka deklaruar pra Matoshi në emisionin Randevu. Dhe natyrisht këto deklarata e kanë nxitur debatin. Ne i kemi shkëputur, do t'i shikojmë edhe pas kthehemi në studio për diskutuar pikërisht për këtë temë. Debati për nacionalizmin shqiptar dhe liria e shprehjes. Ndeshja Serbi-Shqipëri përveç urrëties të serbëve kundër popullit shqiptar ka hapur edhe debatet e mëdha në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Dikush thot se ajo çfarë ndodhi në stadiumin e Partizanit në Beograd është fytyra e vërtetë e Serbisë, që nënkupton se kjo shoqëri nuk ka ndryshuar fare nga koha e Miloševićit. Mirë po në mesin e publicistëve kosovar ka edhe nga ata që kundërshtojnë këtë tezë, duke thënë se huliganizmi, por edhe prohrimat raciste të tifozëve serb nuk janë fytyra e vërtetë e Serbisë. Në fakt, këtu është vetëm fillimi i debatit. Ju lutem, unë thash nuk e di, ti e din, okay. Dhe ky debat u hap të shtunën e kaluar në emisionin Randevu, ku u trajtua tema e kaluara Ballkani e ardhmja, si shkas ndeshja Serbi-Shqipëri. Ajo nuk ka Serbia. Ata nuk janë serbe, tu vazhdimisht po referendoj serbet. Zoti Halil, momenti që politika e përkra këtë huliganizëm, si nuk është Serbia. Lutem. Kjo po duhet. Ka probleme serioze klasa politike e Serbisë. Dhe natyrisht kjo është edhe një shembull konkret për të treguar se këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një grup njerëzish të cilët kanë pikpamjen nacional shoviniste raciste të Serbisë, po kemi të bëjmë me një racizëm, me një urrëtie nacionale ndaj shqiptarëve. Aty janë një grupacion, një strukturë e posaçme shoqërore. Nuk janë serbet ata. Ndërsa thenjet të cilët thatë ju pak më parë, janë thenjet që na japin me dokumentuar se nuk është fjala vetëm e një grupi të veçantë, po është fjala e një politike e cila dëshon vdekjen e shqiptarëve. Nuk janë ata intelektual serb, nuk janë akademik, nuk janë profesor, ata janë bandit, huligan, bjerakos, fonca, ultra, njerëz emocional, emotiv, që edhe ndërmjet vetë i djegin flamujt e ekipeve të njëri tjetrit. Prandaj fytyra të them këtë. Fytyra e vërtet tregohet nëpërmes tyre. Tregohet nëpërmes mediave, tregohet nëpërmes librave, tregohet nëpërmes analizave shkencore
shkencëtore të Akademisë Shkencave Serbe, tregohet nëpërmes pikpamjeve të qeverisë, tregohet nëpërmes asaj se çka mbrojnë ata. Prandaj, unë mendoj se është e tillë. Tezat e ngritura të shtunën e kaluar në randevu nga gazetari dhe analisti Halil Matoshi kanë ndezur edhe më shumë debatin. Matoshi thot se në dronin dhe banderolin e hudhur në stadiumin e Beogradit nuk është asnjë simbol kombëtar. Asnjë simbol kombëtar në atë banderol nuk ka ekzistuar. Ajo ka qenë, falni ju lutem, flamuri zyrtar i kombit shqiptar, flamuri kuqezi, domethënë për masat ligjore, cilën e përdor shteti shqiptar. Flamuri i Kosovës dihet cili është, cili e përdor shteti i Kosovës. Ismail dhe Isa Boleti nuk janë simbole kombëtare? Po nuk janë flamur kombëtare. Janë simbole mbamendjes ose ju lutem, unë nuk ju ndërprema asnjëri. Ato janë simbole të konstitucionit shpirtëror të Kosovës, kujtesës historike, nuk janë simbole zyrtare as të kombit as shtetit shqiptar. Debati është thelluar kur është diskutuar për hartën e Shqipërisë etnike, e cila ishte vendosur në banderolën e ngjitur në stadiumin e Beogradit. Këtë hartë publicisti Halil Matoshi e ka quajtur Shqipëri fantome, ndërsa këto tezat e Matoshit janë kundërshtuara ashpër nga të ftuarit e tjerë në studio. Aty nuk është mbrojt simboli kombëtar, aty është mbrojt një hartë e Shqipërisë fantome etnike, e cila kur si entitet juridiko-politik në historinë e njerëzimit s'ka ekzistuar. E këtu dalloj nacionalizmi serb dhe shqiptar. Nacionalizmi serb, po mund të diskutoni. Nacionalizmi serb, ju lutem. Nacionalizmi serb është nacionalizëm egalitar, institucional, që e thatë edhe vetë, shtetënor, ushtarak, kishtar, çka doni qunë. Por nuk ka nacionalizëm emotiv, fshataresk edhe folklorik si juni. Na po operojmë me folklor. Ajo banderol përmbon vetë folklor. Tha, banderolla tha nuk e ka asnjë shenjë, nuk ka kurrë. Se thonë ani çka ka? Nuk kur tha simbol. Po i Shtetëror, nuk ka flamuar shtetëror. Këtë e fal. Shumë mirë. Tash me ne. Po. Panena si banderolla aty ka pas simbole kombëtare, simbole të flamurit, të herojve tonë dhe mos të harrojmë. Zoti Matoshi tha nuk janë zyrtare të shtetit Mos shqiptar. më intereson mu zyrtarët pa zyrtarët shtetit. Jo, çështja me qenë real në ato çka ka thonë. Jo, nuk është Ka pas një fjalë që e dridh Serbin, autokton, sepse ata janë ardhacak. Kjo i ka dridh më shumti. Në qovë se interpretoj keq, zoti Matoshi, kërkoj falje. Kërkoj falje, aty në qovë se ti interpretoj. Jo, profesori do ta ketë fjalën pastaj. Fal mesazhi po Jo, jemi. s'po e jap, Je deputete e Republikës Kosovës. Po të gjë. Profesor Urma. Leja moj historisë se një historinë ti. Po leja moj të lutem leja provën të atë histori, që Ne historiosa. duhet të distancohem nga zoti Matoshi, i cili thotë se duhet të luftojmë nacionalizmin shqiptar. Se na qenë ka i theksuar, na qenë ka agresiv, na qenë ka luftarak dhe luftënxitës. Unë nuk i di këtë nacionalizmin në kokat e njerëzve të tillë. Nuk thash luftarak. Të lutem, Le ta përfundoj. Unë po interpretoj mendimet e mia të Po, le ta përfundoj pastaj. Jo, po mi keq interpretoj fjalë profesor. Ani ti merr fjalën mas meje pastaj burr. Lutem. Ti merr fjalën dhe thuaj s'është ashtu. Veç thuj ato që i kum thon. Ani den Mos nacionalizmi shqiptar u kry. Okej. Shumë bukur. Problemi është krejt bota, nëse e kemi interpretimin evolutiv, e kanë përjavën për i majmunit. Ndërka shqiptarët dhe serbët e kanë janë për qilit, popull qilur e shqiptarët për i lirëve. Domethënë këta dy popull nuk janë për i majmunit, më falni, kjo është e para. E dyta, ku jemi të nacionalizmi, unë e bona dallimin nacionalizmin pikërisht profesor Mola që e tha. Problemi nacionalizmit që ka fuqi vepruese, që është i lidhur me institucionet e shtetit dhe nacionalizmi emotiv i shpirtit që konstitucion shpirtëror, që është domethënë zemër, shpirt, folklor, këngë, fotografi e Isës e Ismailit. Pse unë e konsideroj shumë të rëndësishëm Ismail Qemalin si figurë historike dhe e popullit dhe Isa Boletini në anën tjetër. E tregoj për një çështje. Ismail Qemali është udhëheq i shpallës pavarësisë kombëtare me shtetin nëntor. Dhe shpalla e pavarësisë kombëtare u bë për të gjitha çato territore që kanë qenë çatar. I pëlqen dikujt si pëlqen dikujt. Nuk është bërë vetëm për Shqipërinë aktuale, as për Kosovën, por për të gjitha territoret shqiptare. Flamur, horta, që ato janë horta mentale, ato janë horta në kokë, ajo horta s'ka ekzistuar kurrë në historinë e njerëzimit. Si entitet i pavarur juridiko-politik po flas, më falni. Dhe tash, ju lutem territoriale bën me këtë fjali, ti mos më e pa adukat, lutem. Mos më e pa adukat, ti je parlamentare, lutem.
Pas deklarimeve të Halil Matoshit në emisionin Randevu në Radio Televizioni 21, por edhe në disa media të Shqipërisë, në mediat sociale kanë filluar kundërshtimet, sharjet, fyrjet dhe linçimi kundër publicistit Matoshi. Kështu, duke parë këtë fushat kundër Matoshit, shumë gazetarë të njohur kanë dalë në mbrojtje të tij. Dhe shtrohet pyetja, në këtë shtet i cili pretendon integrimin evropian, a duhet respektuar shprehja e lirë nëse dikush jep mendime ndryshe edhe kur bëhet fjalë për tema të ndjeshme kombëtare? Lumdora i smeqëm. Vjerë se na erdhe is, qofshka më parë. E paqim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë. Ndërruar shikues, pra ishin këto tezat e ngritura javën e kaluar në emisionin Randevu që në fakt e kanë ngritur në debat edhe në Kosovë dhe në Shqipëri për nacionalizmin shqiptar dhe natyrisht ne do të diskutojmë pikërisht për këtë temë sot në studio. Gjithmonë duke u ndërlidhur edhe me lirinë e shprehjes në shtetin tonë, edhe kur kemi të bëjmë me tema të ndjeshme, domethënë kombëtare. Zoti Selimi, i shikuam domethënë këto teza. Ju, cila është përgjigjja juaj, se ju edhe keni reaguar kundër Halil Matoshit dhe në Facebook, domethënë pas deklarimeve të pikërisht për këto teza. Pse keni reaguar? Në fakt, po kam reaguar në një postim timi. Mendoj që ka qenë një reagim këtë i natyrshëm të kujtdo prej nesh, që në një moment caktuar ndihemi si thush të përfaqësuar padrejtësisht sa i përket opinionit tonë. Është evidente që jo vetëm ditëve të fundit, por viteve të fundit, identiteti shqiptar, pra identiteti kombëtar i shqiptarëve të Kosovës është në atak. Nga kush? Do të them, pra përveç se identiteti kombëtar i shqiptarëve gjendet në atak, kjo i bie drejt për drejt si edhe drejt atyre për të ndjerë, për të shprehur dhe për të vazhduar ashtu siç janë, është në atak. Pra, edhe ky atak nganjëherë vjen ose etiketohet, ky identitet etiketohet nganjëherë sa që mbrojt etiketohet si nacionalizëm. Jo, nuk është nacionalizëm, nëse një komb, një pjesë e kombit në këtë rast, e shpalos, e mbron dhe kultivon etninë e tij, pra kombësinë e tij, siç janë shqiptarët e Kosovës. Sepse padrejtisht shqiptarët e Kosovës sa herë ngrehen flamurin e vet, quhen nacionalist, që nuk është kështu, që nuk është nacionalizëm, ta respektosh, ta kultivosh identitetin tënd kombëtar. Pra nacionalizëm folklorik po quhet. Aq më tepër folklorik, fshataresk. Këto epitete nuk më fynë mu, nuk i fynë as ju, as qytetarët e Kosovës, sepse edhe folklori është pjesë e këtij kombi, edhe fshati është pjesë e këtij kombi, ashtu siç është qyteti. Edhe mendoj një distancim, një diferencim i tillë apo një metodë të tillë përjashtuese nuk i bën, si të thush tash, të këqit ata që e mbrojnë këtë identitet, por përkundrazi ata që e sulmojnë këtë identitet. Pra reagimi im ka qenë një reagim që kam përshtypjen që ka qenë një reagim madje i matur, sepse unë kam reaguar duke mbrojtur një diçka që më takon mua, identitetin tim kombëtar. Pra, dorë zamër ekziston një grup, s'mo të tham një mas e madhe, por ekziston një grup të cilët njëherë japin vetës drejt për të mos të dhënë të drejtë. Sepse pak a shumë reagimi i njerëzve në mbrojtjet e identitetit shqiptar u pa si sulm. Pastaj doli edhe një si mbrojtje. Askush nuk ka pasur nevojë të mbrohet, as nga publicist, për shkak se të njëjtit nuk kanë qenë sulmuar. Kush nuk ka sulmuar ata njerëz të cilët kanë shprehur mendime ndryshe, por edhe reagimi për të shprehur mendimin e lirë të një palës tjetër, nuk do të thotë që janë ndalën dikujt tjetër ta ketë mendimin e vet. Pra, në këtë rast reagimi ndaj deklaratave të tilla që janë antishqiptare, që janë një lloj avokatie e qytetarizmit, siç u e qytetarizmit serb, e intelektualizmit serb, se në Serbi pas ka qytetarizëm dhe intelektualizëm që kjo Serbi nuk qenë ka kjo e stadiumit, gjë që për fat keq nuk është kështu, nuk qëndron kjo tezë. Atëherë, vërtet kjo të bën të
ju thjesht të reagosh, po të mendosh pak më thellë se në çfarë situate jemi. A janë anti-shqiptare këto deklarata sipas jush? Por e kanë në, se thosh, në thumb, e kanë në objektiv identitetin shqiptar në Kosovë. E kanë si target identitetin shqiptar të Kosovës dhe normalisht nuk mund që t'i quaj që e promovojnë ose nuk mund t'i quaj përkrahase. Për shkak se jo rrallëherë ne shqiptarët e Kosovës, sidomos pas pavarësisë, pas shpalljes së pavarësisë, është munduar që të identifikohen me shtetin që kanë shpallur. Pra me kushtetutët që e kanë, me ligjit që i kanë. Njerëzit kanë quajtur veten edhe patriot kushtetues, patriot ligjor. Po të marrim analogji në të kaluarën kështu i bie keq për shkak se të njëjtët kemi pasur një kushtetutë, ka pasur rande shoqërore politike në Kosovë, edhe të ndryshme për kësaj çfarë sot Republika e Kosovës. Jo kështu, normalisht ato kanë qenë okupuese. Nuk duhet të bëj krahasimin e njëjtë. Por nëse flasim për kushtetuta, këtu ka pasur edhe kushtetutë shteteve tjera, ka pasur kushtetutë edhe Jugosllavisë. Pra ne të quheshim gjithë Jugosllavë në bazë të kushtetutës që kemi pas, ka pasur pra shteti Jugosllavisë, ne të quheshim Jugoslavë në bazë të shtetit që jemi, që i përkasim, ka pasur pastaj edhe shtet dhënshëm okupues të Serbisë. Nuk duhet të bëj krahasimin me shtetin e sotëm. Por nuk duhej që çdo kushtetutë që vjen këtë rast ne ti përkasim edhe si thotë t'ia përshtasim edhe nacionalitetin kombësin ton për shkak se shqiptarët kanë një këmbë, ta përmbyll, shqiptarët kanë një këmbë të vetin. Dihet historikisht që shqiptarët janë ndarë padrejtisht, janë ndarë pa i pyetur ata, e s'paku sot në rrethana këtë tjera, nëse thirremi në shekullin e ri, dhe duhet që shqiptarët nëse dikur nuk janë pyetur për të pushtuar, nuk janë pyetur për të ndarë, s'paku sot do duhet të pyeteshin që a duhen të bashkohen, dhe s'paku sot duhet të pyeteshin se kujt identiteti kombëtar i takojnë, edhe kjo dihet mirëfillt se shqiptarët kanë histori të ndryshme për republikave dhe kushtetutave tjera, për shkak se shqiptarët janë një këmbë i ndarë në shumë shtete, padrejtisht edhe po ashtu padrejtisht është ka një tendencë për t'i shkombëtarizuar këta dhe për ta shpikur një këmbë të ri. Dhe fatet e këmbëve të reja dihen shumë mirë se ku kanë përfunduar. Zoti Selimi, vetëm shkurt lutem më përgjigj për ta përmbyll këtë pjesën e diskutimit, pjesën e parë. Në qoftë se për shembull në këtë rast zoti Matoshi e ka quajtur nacionalizmi shqiptar nacionalizëm folklorik edhe fshataresk. Për ju, si ju e vlerësoni ose jo si e vlerësoni, si e shihni ju nacionalizmin shqiptar? Në fakt nacionalizëm nuk thot nuk do duhej të kuptohej kur dikush ndjen, mbron dhe kultivon vlerat e vet kombëtare. Por kjo është e padrejtisht nëse quhet nacionalist, për shkak se nacionalizmi nuk ka, si për kufizim nuk ka të bëjë me diçka që mbron interesat kombëtare, që mbron identitetin kombëtar dhe që kultivon këtë identitet, por nuk quhet nacionalizëm. Nacionalizëm quhet në këtë rast ose do duhej të kuptojë nëse shqiptarët kombin e vet e promovojnë në dëm të kombëve tjera. Ne nuk e promovojmë qeshin tonë kombëtare në dëm të kombëve tjera. Pra atë do të quhej nacionalizëm. E nacionalizëm më së paku mund të quhej ajo çfarë po ndodhet sot në Serbi, për shkak se thamë më një herë, që pavarësisht se mund të ketë avokat. Po me që nuk është në dëm të kombëve tjera, nuk quhet nacionalizëm, prandaj edhe ka quajtur folklorik. E ka quajtur ndoshta folklorik, po edhe folklorizmi, çfarë do të thotë folklorizmi nuk është negativitet. Po edhe sikur të jetë folklorik nuk është diçka negative. Edhe sikur të jetë fshataresk. Pse çfarë problemi ka? Jo, gjithmonë flasim ka të drejtë ato që thotë ose jo. Pastaj do të them edhe gjë tjetër. Halili në këtë rast ka fol. U dukej nga reagimet e metutjeshme që nuk është i vetëm Halili, përfaqëson edhe një grup tjetër, të cilët jo rastisht, pra jo spontanisht, e tendojnë ta kultivojnë një diçka të tillë që quajnë ndërtimin e kombit të ri. Ne jemi të kënaqur me kombin që kemi dhe nuk kemi nevojë për ta ndërtuar një komb të ri. Pastaj jemi quajtur shpesh nga ky grup edhe patriot të shekullit 19. Edhe në shekullin 19 ka pasur shqiptar. Le të quhemi edhe patriot të shekullit 15, sepse kemi për shkak kemi qenë patriotë në shekullin e 15. Përkundrazi, patrioti i shekullit 15, i shekullit 19, kjo ne kupton ndonjëherë që jemi këmb i vjetër. E duke qenë këmb i vjetër, mendoj që kjo është vlerë. Duke qenë këmb me përjardhje historike, qoftë të shekullit 19, qoftë të shekullit 15, kjo është vlerë. Nuk është vlerë ose nuk është diçka e keqe nëse thirremi në lashtësinë tonë, sepse vërtet jemi këmb i lashtë dhe për të parë ne jemi kaq të atakuar me tendencë për ta ndryshuar identitetin shqiptar të shqiptarëve të Kosovës. Po, Blerim, ju personalisht jeni kyçur në këtë debat për nacionalizmin, keni pasur një replik me zotin Matoshi, keni përmendur edhe zotin Recep Selimi. Cila është përgjigjja juaj për nacionalizmin shqiptar?
dhe tezat e fundit që janë ngritur, do të thonë që nacionalizmi shqiptar është folklorik dhe fshataresk. Po, është të vërtet, unë i kam pasur të ditë 2 shkrime, të cilat kanë qenë shkrime ku në i vetë disa pikpytje, disa dyshime mbi tezat e hedhura nga gazetare dhe publicisti Halil Matoshi mbi nacionalizmin shqiptar. Vrejtjet e mia kryesisht konsistojnë atë se unë kam parë disa pasaktësi historike edhe sociologjike në mënyrën se si ai e sheh nacionalizmin shqiptar. Dhe vrejta tjetër e imja ka qenë se kam vrejtu një lloj tendencë, ndoshta edhe pavedishme në analizat e Matoshit, tendencë që synon me barazu në një farë mënyre nacionalizmin shqiptar dhe nacionalizmin serb, do të thotë. Dhe poenta ime ka qenë pikërisht tek kritika e kësaj tendence dhe kritika e asaj që unë konsideroj se Matoshi e ka gabim, në mënyrën se si ai e sheh, se si e koncepton nacionalizmin shqiptar. Nacionalizmi shqiptar është një nacionalizëm, themi kushtimisht dhe në kontekst, një nacionalizëm normal, që ka lindë në kohën kur ka lindë nacionalizmat e kombeve tjerë. Një nacionalizëm që zëfill në shekullin 19, për kundër regjës unë mendoj se kombi shqiptar nuk është as i lashtë, as i vjetër, është një kombi i ri që është formuar në shekullin e 19 dhe në kundërshtim me Halil Matoshin, unë konsideroj se nacionalizmi shqiptar s'është fshataresk, për shkak se nacionalizmin shqiptar e kanë kriju intelektualt rilindast, shkrimtarët e mëdhenj të rilindjes, të cilët kanë jetuar në qendrat më të njohura të asaj kohe. Pa i këtë thotë kur e bën krahasimin nacionalizmin serb, e thotë që është ky nacionalizëm folklorik dhe fshataresk. Të gjithë nacionalizmat janë produktet e elitave kulturore, dhe nacionalizmi serb. Derisa të serbët nacionalizmin e kanë dizajnu, e kanë formësu klerikët, poetët e ndryshëm. Tek ne, domethënë janë shkrimtarët e rilindjes, ata të cilët e kanë kriju idenë e kombit shqiptar. Dhe nga ajo faza nacionalizmit kulturor, pastaj ka kaluar në fazën e nacionalizmit politik, që zëfill me lidhjen e Prizrenit dhe arrin kulminacionin në shpalljen e pavarësisë vitin 1912. Nacionalizmi shqiptar dhe nacionalizmi serb dallojnë në qëllimet, synimet dhe mjetet të cilat ata i përdorin. Por në esencë ata janë brenda një modeli, nacionalizmi etnik. Çka është nacionalizmi etnik? Nacionalizmi etnik është ai nacionalizëm i cili kërkon që njësia politike, që do të thotë shteti, duhet të përputhet me kufit e njësisë etnike. Po. Deri aty ku shtrihet etnia, aty duhet të shtrihet edhe shteti, komb. Këto e kanë edhe nacionalizmi grek, edhe nacionalizmi serb. Po pajtonin që ky, megjithatë është nacionalizëm shqiptar. Se zoti Selimi është nacionalizëm, natyrisht është, se nacionalizmi është ideologjia e shtetit komb. Po. Çdo popull që synon me u bë komb, me kriju një shtet kombëtar, është nacionalizëm. Natyrisht nacionalizmi shqiptar është nacionalizëm, siç janë edhe këtë nacionalizma të tjerë. Pastaj ato dallimet mes patriotizmit dhe nacionalizmit, ato janë më shumë dallime filozofike. Sepse patriotizmi është pjesë inherente e nacionalizmit. S'mund me qenë nacionalist e mos me qenë patriot. S'mund të jesh patriot e të mos kesh një sens për nacionalizmin. Sepse patriotizmi, kur e merr formën politike, bëhet nacionalizëm. Do të thotë janë dallime konceptuale që nuk po duam me lodh tash të gjust, janë filozofike. Jo, po flasim për tendenca ime ka qenë pikërisht kjo, nuk mund të barazohet nacionalizmi serb me nacionalizmin shqiptar, për shkak se na e dim se si ka qenë historia. Nuk mund të barazohet madje as ideja e një Serbie të madhe me idenë e një Shqipërie të madhe. Shqipëria e madhe si ide ka lind pas vitit 1912, kur Shqipëria, si ta shqyqyjnë historianët londineze, nuk përputhej si njësi politike me njësin etnike. Dhe aty pastaj ka lind qaj sentimenti që kërkon që nacionalizmi shqiptar me përmbush parimin e vetë. Mirë po atë parim, nacionalizmi shqiptar nuk e ka përmbush kur. Se ka përmbush për shkak se shteti shqiptar kur nuk ka bërë diçka serioze në funksion të lëvizjes nacionale. Na dim zogu, qëndrimin e zogut ndaj lëvizjes kombëtare. E dim qëndrimin e Enver Hoxhës. Pastaj e dim situatën pas komunizmit, kur Shqipëria ka qenë praktikisht një shtet në prag të jo ekzistencës. Kështu që nacionalizmi shqiptar ka qenë një nacionalizëm i dopt,
i pafuqishëm, i cili më shumë ka pas fat se sa që ka pas. Për vetë faktin që ka qenë i dop dhe i pafuqishëm, a ka qenë folklorik? Këtë nacionalizmat etnik nisin me folklorin. Do të thonë tezën që e ka ngritur zoti Matoshi nuk ka gabuar, a? Ata themeluesit e kombeve. Po. Themeluesit e parë të kombeve kanë qenë ata të cilët kanë mbledhur folklorin. Etnia. Po. Etnia është mbledhje e folklorit, është kulturë folklorike. Këtë nacionalizmat etnik janë folklorik në fillimet e tyne. Pastaj evoluojnë, shëndrojnë në nacionalizma politik që kanë aspirata politike. Ne dim rilindasit të cilët e kanë kriju idenë e kombit shqiptar. Të gjithë kanë qenë mbledhës të folklorit. Nuk është diçka negative. Plus nacionalizmat etnik, edhe i Serbë, edhe i Shqiptar, edhe i Grekëve, që të gjithë e kanë zanafilën të modeli gjerman i kombeve, modeli kulturor, kanë qenë të lidhur me idenë e folklorit, me idenë e sepse çka është folklori? Folklori është ideja e rënjosjes në traditë. E nacionalizmi pretendon se rënjet e tij janë një traditë të vjetër. Ky është një pretendim i paqëndrueshëm. Sepse kombet nuk janë njësi sociale apo kulturore të vjetra. Kombet janë formuar në shekullin pjesën Evropës qendrore, juglindore, shekullin e 19. Kombi shqiptar është i vjetër veç 150 vjet. Jo siç konsideron Regja, i lasht, i lirë, Pellaz, ato krejt janë mite të cilat nuk janë të bazuara në fakte historiografike dhe shkencore. Frasher, a pajtoni ju me këto që thot? Shiko, praktikisht unë mendoj që duhet ta bëjmë dallimin ç'është etnia dhe ç'është kombi. Do më thonë, si vazhdimësi etnike, shqiptarët kanë ekzistuar dhe kanë shtet të organizuar dhe 500 vjet para lindjes Krishtit. Teza pellazike është për të diskutuar, jam dakord, mirë po ka teza që thonë që ilirët janë pasazh të pellazëve dhe natyrisht ka teza që kundërshtojnë këtë ide. Sidoqoftë ne kur dojmë të bëjmë një vlerësim nga këndvështrimi historik, atëherë nisim që nga periudha e ilirisë, pastaj shqiptarët transformojnë emrin e tyre në arbër dhe pastaj vjen emri shqiptar. Jam dakord nga ana tjetër që kombet formohen më vonë, shtetet kombe, po kjo nuk ndodh vetëm te shqiptarët ose vetëm në të pjesën ballkanike që edhe sot e kësaj dite është e trazuar, por shtetet kombëtare mbi një bazë nacionaliste në gjysmën e dytë të shekullit 19 i krijuan edhe gjermanët. Bashkimi kombëtar i Gjermanisë është bën vitin 1871. Bashkimi kombëtar i Italisë pa Romën është bën vitin 1861, 10 vite më vonë ju ka bashkuar edhe Roma, Shteti të Bashkuar të Italisë. Edhe Greqia si shtet kombëtar është formuar pak më herët, domethënë mbas çlirimit nga Perandoria Osmane. Pastaj shtetet e Ballkanit, edhe Serbia dhe Malezi, po këtu ideja nuk është se këta kanë qenë më të avancuar me që kanë kriju shtetet e tyre nacionale, po është interesant se këta kanë pasur një përkrahje që është zakonshme, bilez në kohën e formimit të shtetit malazez edhe serb, përkraja më e madhe nga Rusia i ka ardhur malazezve se sa serbëve. Dhe pastaj për të ardhur te ideja e nacionalizmit dhe krijimit të shtetit kombëtar shqiptar. Fillimi i ngjizjes së shtetit kombëtar shqiptar fillon te koha e lidhjes shqiptarit Prizrenit. Shumë historianë domethënë që në fakt bëjnë histori ndoshta ka herë me emocione, ka herë çastë jo me shumë argumente, janë munduar që edhe anti-shqiptarët, kryesisht historianë që kanë trajtuar keq ose kanë trajtuar nga një këndvështrim anti çështjen shqiptare, lidhjen e Prizrenit shpeshherë kanë vënë në anën e një krijese otomane dhe me për mbrojtjen e Perandorisë Osmane, jo për të shfaqur pretendime me motive etnike dhe kombëtare. Po sidoqoftë, lidhja e Prizrenit i ka dhënë rezultatet e veta sepse është organizata e parë politiko-ushtarake me pretendim për krijimin e shtetit kombëtar shqiptar. Dhe kjo, domethënë, këtu duhet të heqim dilemat sepse ka plot njerëz që mendojnë që Shqipëria u kriju kjo që është sot me këto 28.000 km2. Edhe në kohën e lidhjes së Prizrenit, pretendimi ka qenë që të bashkohen 4 vilajetet shqiptare në një. Jo të gjitha vilajetet shqiptare kanë qenë me popullsi të pastër etnike, ka pasur edhe me popullsi të përzier.
Dhe vjen momenti kur shpallet pavarësia e shtetit shqiptar dhe shpallet për gjitha vilajetet shqiptare. Mirë për shqiptarët duke mos qenë forcë, duke mos qenë atraktiv për të qenë partner i atyre që bërin politikën, diplomacinë dhe që kishin forcën ushtarake, atëherë në një farë mënyre u dënuan për themin e konferencën e ambasadorëve në Londër dhe më shumë se gjysma e territoreve shqiptare mbeten jashtë. Por gjithashtu konferencën e ambasadorëve nuk duhet ta shohim si një seancë gjyqi ku është ndarë drejtësi, po si një konferencë ndërkombëtare ku janë përfaqësuar interesat e fuqive të mëdha dhe interesat e partnerëve të tyre të vegjël. Gjithsesi, për konceptin tim, fjala nacionalizëm nuk është negacion. Për mu, për konceptin tim, fjala nacionalizëm ekstrem, dhe kur nacionalizmi shkon në ekstrem, atëherë shfaqet në mënyra të ndryshme. Gjasat janë që të shfaqet si shovinizëm. Pastaj gjasat janë shfaqet si racizëm. Kur ju dëmton një popull tjetër, gjasat janë në shovinizëm. Patjetër. E nacionalizmi është për brenda patjetër, shfaqet edhe si fashizëm. Dhe kur bëjmë një analizë nga ky këndvështrim për konceptin tim, nuk është nacionalizmi njësoj si në kohën e formimit shteteve kombe, si në kohën e konsolidimit shteteve kombe, si në kohën kur një shtet krijon traditë 100 vjeçare, ose sikur sot modernizëm. Për mua krejtësisht koncept tjetër do duhet ishte nacionalizmi shqiptar sot, krahasuar me nacionalizmin e vitit 1912 ose vitit 1878 ose të përfundimit luftës së dytë botërore e tjerë. Nga ana tjetër, vetëm dhe një fjali dua për të liruar mundësinë, kërkoj falje Vebi. Unë respektoj mendimet e tjerëve, pavarësisht se mund të bien ndesh me konceptet e mia, por ama nuk jam shumë i prirur që të përflas deklarata, por kur dikush domethënë çet një koncept qëndrueshëm mbi një bazë shkencore ose mbi një bazë kërkimi, atë në rregull po e trajtojmë. Dhe për temat që po bisedojmë, unë tash nuk dua një njerëz ta vënë një tabor që është antishqiptar. Mund të ketë një çështje të momentit, mund të ketë një stres, mund të ketë një nervoz, mund të ketë një shkarje logjike që aty për aty i vjen njeriu. Jo, kjo nuk është shkarje logjike kur përmendet disa media. Për mua shkarje logjike thuash veç sekond. Thuash patriotizëm fshataresk. Shikoni, krejt shqiptarët jemi fshatar, po themi. Jemi prejardhi fshatit që të gjithë. Përfshirë dhe ata që sot e kritikojnë më shumë të fshatin. Po çka kozmopolitan jemi ne? Ne që mas lartë ngërbet jemi shku drejt e dajt, që botën e shohim shumica përmes televizorit, ne të shfaqemi si kozmopolitan? Dhe më thonë, kja për mu është e papranueshme. Dhe ai koncepti pastaj për të ndarë dhe për të mos i dalluar që është kombi edhe që është shteti, edhe mu kja më shqetëson, sepse ka i tendencë e cila mund të marrë përhapje të gjerë të krijimit të dy shteteve ose të dy kombeve faktikisht shtete. Shteti shqiptar Shqipëria dhe shteti dhe kombi kosovar, që për mu është jashtëzakonisht e papranueshme, por që unë shoh rrezik nga ky koncept se mund të marrë përfshirje të gjerë. Cili është mendimi juaj për gjithë këtë debat të ngritur për nacionalizmin shqiptar? Pajtohesh që me tezat e zotit Matoshi, i cili ka ngritur këtë periudhën e fundit? Do të bëjt qartë në gjë këtu, unë jam historian. E di. Unë jam një gazetar që punoj çdo ditë edhe atë punë që e bëj publikohet në media. Këtu kemi dy profesor që flasin për këtë çështje. E dyta, këtu është zoti Selimi që përfaqëson një koncept politik tjetër që vjen nga një strukturë që ka dalë nga lufta dhe prapë edhe këtu është s'mund të flasun shumë për atë pjesë sepse zoti Selimi ka hyrë në luftë, ndërsa unë s'kam hyrë në luftë. Edhe çështja e tretë më e rëndësishme për mua është Zoti Selimi ka luftuar për një shtet për shprehje të lirë. Zoti Selimi ka luftuar... Ashtu Zoti Selimi? Nuk do të ndërpres, do të kam rast. Po. Ajo që më shqetëson më shumë të është të ky kryqëzimi njerëzve për ato që thonë. Mu në fundit nuk më intereson shumë çka thot zoti Matoshi, çka thot profesor Latifi, apo çka thot zoti Selimi, që tash është deputet. Më intereson më shumë ajo që thonë të respektohet nga të tjerët dhe të debatohet me argumente për ato. Mos nisim këtu pastaj të fyjmë njerëz, të linçojmë njerëz, të kërcënojmë njerëz dhe të kryqëzohen njerëzit. Sepse kjo mendoj që ka përcen të drejtën e njerëzve për të shprehur. Domethënë shkelcenon të drejtën e njerëzve për të shprehur. Unë si gazetar kam përvoja ndryshme të përditshme për shkak të punës
ka raste kur ajo që unë shkruaj respektohet dhe debatohet me argumente, ka raste kur ajo që shkruaj unë përpiqen ta ngulfasin me anë të forcës, me anë të kërcënimit apo me anë të linçimit. Këtu duhet bëjmë dallime. Ajo që thot kolegu Matoshit, cilin unë e respektoj jashtëzakonisht shumë, është lidhur me simbolin që lëshohet në Beograd, dhe ideja ti se ky nuk është simboli, apo ky nuk është flamuri jonë, mund të qëndroj, sikurse mund të mos qëndroj. Shkak se ka një mozaik, bashkim të figurave historike me Shqiponjen dhe krijohet ai simbol aty. Unë duhet përmend një rast shumë konkret, kur para disa vjetësh në Kosovë, në Prishtinë, në mënyrë të organizuar, veteranët e luftës së UÇK-s kanë djeg flamurin e Ibrahim Rrugovës, cilin ai e prezantante si flamuri Dardanis. Ai simbol në mënyrë të organizuar është hequr nga shtyllat dhe është djeg. Edhe aty ishte Shqiponia. Edhe aty kishte diçka të identitetit tonë. Megjithatë, nuk pati një kësi lloj reagimi, nuk u mor askush me atë që bën veteranët e luftës, ish bashkëluftëtar të Zotit Selimi. Edhe atëherë nuk reagoi Zoti Selimi për ta mbrojtur atë simbol, atë Shqipon. Pra, kemi situata të përsëritura, të ngjashme apo me shumë dallime që ndodhin në Kosovë në mënyrë të vazhdueshme. Unë i mshoj fort idesë që njerëzit duhet të jenë të lirë, të flasin, të shprehen, sigurisht pa cenu të tjetrin, pa cenu integritetin e tjetrit, apo edhe pa rreziku sigurinë e tjetrit. Zoti Selimi? Po filloj nga liria e shprehjes. Po, shqiptarët nuk është hera parë që luftojnë për liri, edhe lufta të cilët i përkasim ne të gjithë, për të cilën kemi këndërpuar ne të gjithë që jemi këtu, jo vetëm unë, prandaj këtu të kundërshtoj vetë, sepse se me nesh në forma ndryshme kemi qenë pjesë e luftës. Në rolet të ndryshme mund të kemi qenë, po jemi pjesë e luftës. Madje mund të them që në fal lufte po vazhdon për të pasur të drejtat tona që kanë qenë target, që kanë qenë objektivat e asaj lufte çfarë ka i bënë në mënyra të tjera në 98-99. Por kur flasim për linjë shprehjes, diqysh ka nis që të interpretohet sikur dikujt i janë ndalën lirinë e shprehjes. Në këtë rast, po kam dëgjuar reagime të ndryshme që secili ka të drejtë të shprehet. Po të reagoj, kanë të drejtë njerëzit? Sigurisht. Ama që kanë të drejtë, sepse edhe reagimi është liria e shprehjes. Po. Çfarë kanë bërë në këtë rast? Çfarë kanë bërë? Çfarë ka bërë edhe Blerimi? Çfarë kanë bërë të tjerë, shumë të tjerë? Kanë reaguar. Jo për t'ia ndalë diku lirinë e shprehjes, po pikërisht për manifestuar lirinë e shprehjes. Kështu kanë bërë edhe unë, nuk jam i vetmi. Pra kam reaguar dhe nëse mund ta parafrazoj reagimin tim që ka qenë me pak rreshta, ka qenë që unë s'po e kuptoj. Kaq ka qenë dilema. Nuk po kuptoj këtë njeri çfarë problemi ka me shqiptarët, me qeshin shqiptare. Dhe kjo nuk e bën atë as anti-shqiptar në interpretim, kjo nuk e bën ata. Fakto, kështu ka reaguar Blerimi kundër jush. Ndoshta. Megjithëse unë e posh shkrimin e Blerimit, ndoshta pa dashje më ka keq kuptuar, unë nuk më ke kuptuar se s'kam ditur ta shpjegoj mirë. Po e marr këtë të fundit si qëndrueshme, sepse nuk keni pasur të drejtë kur unë kam tentuar dikujt t'ju them që ju i përkisni ose si përkisni kësaj etnie. Jo, unë kam dashur vazhdim të them. Unë i përkas kësaj etnie. Dhe kjo mendoj që është e mjaftueshme që të jetë për kufizim i shprehjes së lirë. Unë kam të drejtë ta mbroj identitetin tim. Kështu që po mendoj që Blerimi ndoshta ose s'kam ditë ndoshta t'ia shpjegoj mirë. Si të qoftë, ose s'm ka kuptuar mirë, sepse s'kam qenë fakte në qendër vëmendjes këtij debati. Dhe s'kam dashur të jem. Që është tjetër reagimi i njerëzve në rrjetet sociale. Kam parë reagime shumë qëndrueshme, shumë të paqëndrueshme në rrjetet sociale. Ka pasur edhe linçuese që tha edhe Lebiu, veç një gjë të them, kundërshtimi ndaj një tendencë të tillë për ta quajtur goblen. Simbolet kombëtare janë dizajnuar, janë mozaik simbolesh kombëtare në një stadium. Ai thotë nuk janë zyrtare zoti Selimi. Ja thotë në një emision tjetër thotë janë goblena. Në një emision tjetër i qum me çfarë apetitesh, edhe ndryshme. Selimi pikërisht përmenda rastin kur në Kosovë në mënyrë të organizuar është djeg një simbol. Dëgjoj, të dalë thotë. Dhe ky flamur, i cili
u valvit në mesin e tifozëve kundërshtar në këtë rast. Pavarësisht se zyrtarisht kërkush nuk e din se kush ka mua të flamur aty. Po dihet, pretendohet dhe më thot drejtën kur edhe unë kam qenë një prej tifozëve që jam një mirë kur kam pa. Nuk ka rëndësi kush e ka S'ka rëndësi kush e ka pa. Ka rëndësi ajo që përmban ajo. Sepse ai flamur, sigurisht nëse ti imponohet mua si flamur shtetëror, si flamur i shtetit të Kosovës, do ta kundërshtoj. Njësi që kam kundërshtuar çdo flamur tjetër i cili nuk është në përputhje ose i cili mu ndan nga pjesa tjetër shqiptare. Pra konteksti është i ndryshëm këtë rast. Po të mu afrohej, po të valvite ai flamuri i Bermërgovës në mes të stadiumit, do të isha njëjtë sikur kur kam parë një flamur tjetër i cili po ashtu dizajni shqiponis është i kohës së Skënderbeut, nuk është i tanishëm, pastaj figurat historike janë te vitit 1912 në shpallës pavarësisë, mbishkrimi autonom është çështje një prezantimi si thosh autoktonie, kështu që është në fakt unë pranoj që është një mozaik. Edhe pranoj që kur nesër të më imponohej një flamur i tillë, si flamuri shqiptar në Kosovë, do ta kundërshtoja njëjtë siç e kam kundërshtuar çdo flamur tjetër i cili mendon nga pjesa tjetër e kombit. Dhe kundërshtimi për flamurin atëherë, për flamurin e kombit nuk ka qenë për shkak shqiponjes, nuk ka qenë për shkak të dadanisë, vetëm ka qenë që ashtu siç e kundërshtoj sot, siç nuk e pranoj sot si flamur kombëtar, flamurin e shtetit të Kosovës. Pra sepse një flamur, një simbolike e tillë është një tendencë për ta ndarë kombin në po si që kjo është temë tjetër. Kthehemi një herë te ajo çfarë është prezantuar padrejtisht që si tendencë për t'ia ndalë diku lirinë e fjalës. Jo, nuk ja ndalim kërkuj lirinë e fjalës. Nuk tentoj për t'ia ndalë kërkujt lirinë e fjalës. Vetëm liri e shprehjes, liri e fjalës është edhe reagimi im, i cili mendoj që dakor. Pra jo është nuk po i them ju VB. Po kam pasur reagime të disa publicistëve, të cilët janë kolegë dhe shok me Halilin. Kanë reaguar në mbrojtje e tij sikur e sulmoi dikush. Sikur, jo, reagimi jo nuk ka qenë thjesht reagim për ta linçuar dikon. Nëse kam bërë padrejtisht. Ju personal jo, ose edhe unë e kam lexuar, por ka pasur që kanë linçuar zotë. Po fjalë për rrjetet sociale. Shifni një gjë. Në rrjetet sociale sot, edhe komentet në portale janë përtej asaj çfarë vërtet është. Ato krijojnë opinion, megjithatë. Janë të dënueshme. Po. Sidoqoftë unë nuk pajtohem me reagimet madje nuk i kam lexuar. Ka pasur aq shumë sa s'ka mund të merrem me të lexim. Kanë qenë edhe shumë. Kjo nuk e duaj po. Nuk e duaj. Sa përket djegje flamujve. Këshilltarin e një këshilltar të një zëvendës kryeministri në Kosovë, se këtu ka shumë zëvendës kryeministra, Alil Matoshin e quan trashëgimi të Miloševićit në Kosovë. Një këshilltar i një zëvendës kryeministri, nuk është pak. Jo, unë e kam pak ta. Ka domethënë nuk e di, nuk e kam lexuar, vetëm e gjendë në fund sa përket. Me thon Alil Matoshi trashëgimi e Miloševićit në Kosovë, mendoj se është sa përket kësaj përfundu përmendet djegja e flamujve. Normalisht që edhe përballë Serbisë, edhe përballë kujdo. Për shembull, vetëm herë që nuk do doja të kemi reciprocitet me Serbinë, është çështja e përdorimit të dhunës. Është përdorur dhuna në Serbi, jo thjesht ndaj lojtarëve ose ndaj tifozëve të mundshëm. Është përdorur dhuna në Serbi si një fashizëm ndaj çdo shqiptari, qoftë që ka një furrë buke, qoftë që ka një biznes të vogël, të njerëzve qytetarëve të Kosovës atje, qoftë Maqedonisë. Pra, kur nuk do duhej të ndodhte e njëjta gjë, ose të kishim reciprocitet në këtë formë, për shkak se kanjëherë reciprociteti negativ ne na bën edhe më negativ se sa mund të jenë ata. Kështu që edhe djegja e flamujve, unë sot po ta shoh një flamur duke valvitur në Prishtinë, flamur serb, nuk do doja ta shifja kurrë, por nuk do të kundërvihesh këtij flamuri duke e djegur. Sepse s'ka nevojë ta djegësh një flamur, që ti djegësh tjetër kujt si thosh aspiratat që mund të ketë ai. Flamuri i Serbisë nuk duhet valën në Kosovë, për shumë arsye, sepse s'ka vend në Kosovë. Por valon në shumë pjesë. Megjithatë valon. Prandaj dhe them kështu. Po aq, sa ndoshta është një dikush keq, pse ne pas kemi provokuar serbët, sepse ka pasur nga çata në komentare që është quajtur provokim. Flamuri ose ky dizajn ta quajmë shqiptar në Serbi, të njëjtit nuk di pse nuk po i pengon zyrtarisht flamuri i Serbisë në Kosovë, brenda Kosovës, jo pak kilometra larg Prishtinës. Sepse ai aty këtu keni Graçanic. Nuk ka qenë simbol kombëtar zotë Selimi ai që është ngritur në Serbi. Jo, nuk ka qenë kundërshtime për këtë çështje, përkundazi, ka qenë pse është provokuar me simbol kombëtar Beograd. Unë kam bërë edhe pyetjen nëse ai dron do ta kishte pasur flamurin e Shqipërisë. Reagimi serbe do të ishte i njëjtë. Do të ishte i njëjtë. Shiko, ka një diçka këtu. Shqiponia është simbol, po dhe ngjyrat e kanë simbolikën e vet. Sepse nëse flasim për Ismail Qemalin dhe Izboletinin, ti je i bindur që shumë pak
ndoshta ka pas serb në stadium që e njohin kush janë këta dy. Sepse ka edhe shqiptar që po javë fotografinë. Ismail Qemali dhe Ish Boletinit nuk i njohin. Po në fakt, ata i ka provokuar ngjyra, edhe diçka Blerim. Shumë shtete nuk kanë asnjë lloj simboli, vetëm kanë ngjyrat. Apo jo, ngjyrat në simbolet e tyre. Prandaj, edhe si ngjyra, unë nuk do të doja që ti degradojmë vetvetiu qaq shumë. Hajde të kapim argumente tjera, po mos ti degradojmë diçka që e kemi si simbolik kombëtare. Unë jam dakord t'i kthemi prapë kësaj temës së nacionalizmit, të nacionalizmi modern shqiptar. Hajde se njerëz janë shumë nervoz, dhe nervoza ka njerë na bën më fol gjëra dhe të paqena. Njerëz janë nervozë dhe janë shumë të shqetësuar për situatën në cilën ne po jetojmë. Pse? Sepse ata njerëz të cilët dikur ishin nacionalistë, ishin idealist, shumicë prej tyre sot dalin hajna, dalin bandita, dalin profiter, dalin keqpërdorues, dalin dhunues e tjera e tjera. Dhe tash hajde këtu të shohim çfarë po ndodh me ne. Dhe mos të kapim në aspekte historike ose mos të kapim në ngjyra për më mundu me degradu nacionalizmin si koncept. Dhe tash, duhet jemi shumë të përgjegjshëm, sepse duhet të mbajmë përgjegjësi për fjalën e thënë. Në Kosovë është kogja gjona që janë të përzime. Ka njerë si kur futemi edhe në fushat cilat nuk në takojnë. Mu më pëlqen guximi njerëzve kur bëjnë analizë historike, analizë filozofike, analizë juridike, analizë politike e tjera tjera. Dhe kështu është e pa mundur mos me gabu. Mu më ka rastis më shku me një stomatolog në debat për historinë. Unë gjithë jetën mësoj histori, lexoj histori, stomatologu aty dhe pse? Vetëm për të mos ardhur te servimi i opinionit, sepse filluan njerëzit për arsye të ndryshme, për interesa të ndryshme, të degradojnë figurat tona kombëtare. Dhe tash, një popull që nuk e ka një simbolik, një kulturë, një traditë dhe një histori, atëherë çfarë po na del ai popull? Njerëzit edhe prej miteve të paqena që unë s'jam dakord, krijojnë një simbolik kombëtare. Serbët kanë kriju simbolikën e tyre kombëtare dhe thirrën në drejtën historike për Kosovën për shkak të betejës Kosovës, që në fakt e vërteta mbi betejën e Kosovës është përplasjen mes popujve të Ballkanit dhe të Perandorisë Osmane, kurse ata e përvetësojnë. Këtë nacionalizma the. Na jemi të prirur këto simbole kombëtare ti edhe ajo djegja flamujve shqiponjes rrugovës dhe atëra ka qenë akt jashtëzakonisht i papranueshëm. Akt jashtëzakonisht i keq, të cilin s'di kush e ka bërë, s'di kush e ka nxit, po praktikisht na e kemi djeg atë simbolikën tonë dhe mu kjo më asocion të shumë keq dhe për mua është e papranueshme flamuri kujt do mu djeg. Dhe një diçka sepse i kam lexuar ato linçimet e gjëra tjera. Është e papranueshme dhe ai zotni, ai zavendës kryeministër ose zavendës ministër kush është, do duja automatikisht ta shkarkoj atë këshilltarin e vet sepse e shef çfarë truni ka këshilltari i një njeriu që udhëheq institucionin e Kosovës. Pse të linçohet njerëz? Kush na qen ka ky far këshilltari, është baba i patriotizmit ky? Është baba i nacionalizmit ky? Me çfarë drejtë linçon zotin Matoshi? Unë nuk jam dakord me mendimet e zotit Matoshi. Ai është qytetar i Kosovës, është shqiptar kështu siç jam unë. Ka të drejtë në Kosovën siç kam unë, ka të drejtë në Shqipërinë siç kam unë, ka të drejtë në Shqiptarinë siç kam unë e tjerë, por kemi mendime ndryshe dhe unë respektoj mendimin e tij. Dhe për aq kohë sa mua dhe një qytetar tjetër të Kosovës nuk e cënon fizikisht ose nuk e cënon familjen e tij, ose nuk e rrezikon diçka është i pranueshëm. Po në momentin që të i kalon këto për unë do të lidhem me Blerimi, se Blerimi në diskutimin që ka pasur, domethënë e ka quajtur zoti Matoshi publicist stalinist. Për faktin, për shkak të tezës që ai kërkon, ju siç e thoni, autokritik për Shqipërinë e Madhe. Apo pse? Pse stalinist, publicist stalinist? Po, kur fola pak më parë, potencova një moment se nuk guxojmë t'i barazojmë, të vendosim ekuivalencë mes idesë së Serbisë madhe, prapa të cilës kanë qëndruar tankset, dhe idesë për Shqipërinë e Madhe, prapa të cilës nuk fshihet Shqipërisë etnike do të ishte më mirë. Ose etnike, prapa të cilës fshihet vetëm çiftelit, e rapsëtëve. Folklori. Pa. Jo, si E kom thonë Halilit publicist stalinist, sepse në shkrimin tim, ai nuk është marrë me argumentet e tekstit tim, por është marrë me atë se kush qëndron prapa këtij shkrimi. Cila forcë e errët, cila forcë e rrezikshme, kush e ka nxit këtë djalë me dalë me shkru. Kjo është metodë staliniste. Stalinistët e nveristët, kur i kanë marrë pyetje kundërshtarët e tyre, thonë kush u ka nxit me shkru këtë, ose me këtë aspekt, do të thotë. Edhe këtu unë që mendoj se që jo, e keni thonë edhe për shkak të
të konceptit autokritik për Shqipërinë e Madhe. Në këtë kontekst e ke thënë. Autokritika është koncept stalinist, i tretës penale staliniste, edhe veriste. A ka kërkuar autokritik zoti Matoshi? Me detyru njerëzit mi pranu fajet të cilat si kanë bo kur. Halili po kërkon njëti sen për nacionalizmin shqiptar. Me dalë me denoncu Shqipërinë e Madhe. Nuk e ka kërkuar, vetëm ka dhënë mendimin e tij. E kanë kuptu idin. E kanë kuptu idin kur i ka qujt njerëzit që kanë dalë me festune për rrugë atë natë. A dallon kur kërkon edhe kur nënkupton. A ka dallim? Po marrim me logjikën e argumenteve. Nuk po i bëj Halilit gjyq. Po diskutojmë për tezat e tij. Unë po mëra me konsekvencat logjike të argumenteve të tij. Kur i karakterizon njerëzit që kanë dalë në rrugë Prishtinë, Tiranë, Tetovo atë me festu si turma që po nxiten nga fantomi i Shqipërisë së Madhe, është njëjti sen. Këtu ka qenë pojenta e reagimit tim, ndërsa sa i përket asaj, lirisë së shprehjes, unë mendoj se ato janë sikur ai aty këshilltari që ai gjithçka mundet me qenë veç këshilltar, nuk është shpedi cili është ai. Domthonë me akuzu njeriu për anti-shqiptarizëm për ato. Këtu janë akuza të rrezikshme, sepse këtu na flasin për disa njerëz të cilët pretendojnë se kanë monopolin mbi instancën e cila përcakton se kush është patriot, kush është tradhtor, kush është shqiptar, kush nuk është shqiptar. Njerëz të cilët i uzurpojnë këto instanca janë të rrezikshëm. Sepse ata e uzurpojnë një instancë që i takon vetëm shtetit. Shtetet kombi janë ato që përcaktojnë identitetin e diçkës. Ndërsa sa i përket djegjes së simboleve. Djegja e simboleve në shikim parë duket që është domosdoshmë diçka e rëndom, por përmes djegjes së simboleve dikush manifeston djegjen e identitetit dikujt. Se çka është identiteti? Identiteti është tërësi simbolish. Hiqeni flamurin shqiptar, flamurin kuqezi, hiqeni simbolet ku është kombi shqiptar. Është vetëm një ide abstrakte. Se unë me gjithatë konsideroj se kombi, duke i referu autorëve më të mëdhenj nacionalizmit, kombi është komunitet imagjinar. A ekziston veç koka tona. Dhe në atë imaginaritet ne i prodhojmë disa sjellje, disa veprime të cilat e konstituojnë atë tërësi që ne quajmë komb. Po kombi është produkt mental, edhe është komunitet imagjinar që ekziston vetëm në kokat e një grupi njerëz që identifikohen me atë ide. Dhe kur i djeg këto simbolet të cilat e vizualizojnë atë komb, ti faktikisht po e djeg atë komb. A është kjo harta e Shqipërisë etnike imagjinare që e quhen edhe zoti Matoshi? Edhe e cila ka ngritur debat faktikisht. Kjo është harta. Është imagjinare. Kjo është harta. Imagjinare në kokat e shqiptarëve. Ideja ti praktikisht shqiptarët i kitu jetun këtu, a është realizueshme, a s'është realizueshme çështje tjetër. Imagjinare thotë se kur nuk ka qenë shtet juridik. Shqipëni e madhe, sepse nuk është ndërtuar mbi pretendimet shqiptarë mëdha shoviniste. Jo veç kombi shqiptar, po gjithë kombet janë imagjinare. Nuk ekzistojnë objektivisht si qenje fizike objektive, edhe na si jemi atomet e tyre. Nështë është edhe identitet kulturor dhe identitet historik. Edhe të gjitha identitetet grumullojnë një dhe identifikohet një identitet kombëtar. Identiteti është bashkësi simbolish. Po tash në qoftë se do të ishte kaq e pavlefshme, pse atëherë të popujt e qytetit Rom dhe të popujt e avancuar, pse domethënë mbrojnë me fanatizëm interesin e tyre kombëtar. Sepse në qoftë se i shohim gjermanë, qoftë se i shohim amerikanë, janë patriot, janë nacionalist, po modern, nuk e shfaqin nacionalizmin me budallallyqe. E kupton? S'ka nacionalizëm para modern. Jo, ka popuj të cilët e shfaqin në mënyrë shumë primitive, duke kërkuar që të respektojnë vetën e tyre, identitetin e tyre nacional, etj, po të ndërtuar mbi tragjedinë e një populli tjetër, siç historikisht ka bërë Serbia. Të gjithë nacionalizmat e popujve të mëdhenj, domethënë janë nacionalizma që mundën me përfundu një ditë në racizëm, shovinizëm, e kështu me radhë. Në qoftë se deli jashtë kontrollit natyrisht. Nacionalizmi gjerman. Ose mund të jetë shkatruar për brenda vetës. Se ka kaluar nacionalizmi gjerman ka kaluar në fashizëm. Po, nacionalizmi serb ka kaluar në fashizëm. Nacionalizmi italian, nacionalizmi kushtimisht britanik ka prodhu kolonializmin. Nacionalizmet e vendeve të mëdha, e shteteve dominuese janë të prirur. Se çka është racizmi? Racizmi është ideologjia që justifikon sundimin në një populli të fuqishëm. Unë sundoj ty se ti je më inferior se unë. Njëjtin sens si e bëjnë serbët.
Nacionalizmi serb e ka idenë që serbët janë populli më i rëndësishëm në Ballkan. Edhe kushdo që jau prishat ide, ata reagojnë në mënyrë raciste ndaj tyre. Na jau kemi prishë, thashë realisht janë 2 shtete shqiptare në Ballkan. Këto është problemi, domethënë. Këto është problemi në Shikon në kushtetues që kemi, siç thot Halil Matoshi, që është shumë i dhënën mas dokumenteve ligjore, formale, patriotizma ligjore kushtetues. Na është e vërtet që formalisht dhe konstitucionalisht jemi shtet multietnik. Por substancë na jemi shtet më të pastër s'ka në Evropë. Ti shko sot për Kaz. Ti shko sot për Kaz se ki simbolet të shtetit të Kosovës. Nuk e ki. Ama miti i Adem Jasharit, më po flas me të kuptimi negativ termit. Po legjenda e tij që është në themel të shtetit të Kosovës është me etnonacionalist. Është me të lidhur me gjakun, me tokën, me idenë etnisë. Por ata nuk lejojnë me ngjit flamurin e Kosovës aty. Për shkak unë konsideroj se në themel të shtetit të Kosovës ekziston një kontradiktë e madhe, ku na gjithmonë përplasemi. Simbolikën e kemi etnonacionaliste, dizajnin formalo juridik e kemi multikulturalist. Për shkak ata as pakicat neve nuk na besojnë. Kur e thon serbëve e janë se shtet multietnik, s'të beson sa e vren kontradiktën. Edhe këtë kontradiktën duhet të përballemi herët avon. Pasojë kësaj kontradikte është qëndrimi i Recep Selimi që thotë se një këtë flamur. Se ky referohet asaj simbolike etnonacionaliste që është themeli i shtetit të Kosovës. Ushtria shërimtare e Kosovës është organizatë e nacionalizmit shqiptar. Po dhe është normale mos me pranoni njeri që ka luftuar për diçka tjetër. Mirë, me që ushtria shërimtare e Kosovës. Atëherë kanë pasur një armik. Me që ushtria shërimtare e Kosovës nuk ja ka dalë për shkak të rrethonave, mundësive reale, konkrete, me çliru vetë Kosovën. Na duhet ta pranojmë këtë fakt. Dhe është dashur intervenimi i NATO-s, na detyrimisht kemi futur logjikën e kompromisit. Edhe shteti i Kosovës është kompromisi që na e kemi bën me Perëndimin. Edhe është faktikisht kompromisi i nacionalizmit shqiptar me gjeopolitikën perëndimore. Kompromis të cili ka kriju shtetin e Kosovës. Por unë konsideroj se na shtetin e Kosovës sot, që bëjnë shumë patriot shqiptar, nuk duhet ta konsiderojmë si një fazë tranzitore drejt një shteti tarshëm të madh, të bashkuar në një Shqipëri unike. Unë konsideroj se shteti i Kosovës duhet të forcohet, të zhvillohet dhe Kosova të ruajë subjektivitetin e vet. Unë jam kundër unitarizmit të Tregjës, unitarizmit që kërkon një komb një shtet. Unë konsideroj se opcioni më realist në një tarme kur të dy vendet zhvillohen është një opcioni konfederalist. Na mund të jemi me Shqipërinë në një lloj lidhje konfederale, ku subjektiviteti i dy qendrave shqiptare ruhet, po jo na mu shkri në një shtet unitar. Po dhe s'funksionon ashtu nëse ka shkrirje. Zoti Selimi, pastaj Bebi. Po më duket për kufizimi për Shqipëri etnike dhe Shqipëria e madhe është i padrejtë në dy rrafshe. Është i padrejtë në karshi asaj vërtet çfarë nin shqiptarët. Se shqiptarët ju çështën termin Shqipëri etnike dhe hartë etnike dorë zam më shumë keni në stadiume se sa platforma politike dikujt. Sepse kur flet fakt Shqipëri etnike, kuptimi i saj nuk është përputhje me ato çfarë vërtet shkru, për shkak Shqipëri etnike. Sot e qoftë nuk duhet ta komentoj shumë, po më shumë nuk është koncept Shqipëri etnike, për shkak se Shqipëri etnike qoftë atë që ka Shqipëri që është sot, me 28000 km². Nëse do të quhej Shqipëri etnike, është përjashtim i etnive të tjerë dhe nuk është në rregull kjo. Kjo është mund të jetë deri në përkufizimin si do të quhet atë rezolucion. Do të jetë Shqipëri e bashkuar ose thjesht Shqipëri. Për shkak se ç'ka Shqipëri, ç'është copa, ç'u ka qenë, ku kanë jetuar shqiptarët është ndarë në moment caktuar historik. Unë nuk do të flas para profesorit. Por si të qoftë në një moment caktuar historik është nda. Edhe është nda mas që është formuar kombi. Edhe një herë tham, na nuk kemi komb i shekullit 15, sepse s'ka pasur komb atë. Por ne jemi komb që vim nga një lartësi. Komb që ne jemi nga lartësia, trashëgojmë kulturë edhe më të lartë sa kombi, trashëgojmë histori edhe më të lartë sa kombi. Prandaj nuk duhet të keq interpretohen këtu kur bëhet fjalë për kombin, ku i referohet si komb i lashtë, komb i vjetër, nuk do të kuptojë se si komb kemi lind në kohët e lartësisë. Po jemi për 10 vjet dhe të lashtë.
prapë nuk jam vetes drejt të flas para jush, sidomos para profesorit të historisë. Por po më duket e padrejtë quhet Shqipëri e madhe, njëkohësisht. Ashtu siç Shqipëria e madhe thuhet në raport me Shqipërinë ekzistuese. Dakor, por nuk do duhet sepse madhizmi edhe Shqipëria e madhe. Shqipërinë ekzistuese që është në kufit e vitit 1913. Ky është produkt i Serbisë, Velika Albania është produkt i Serbisë. Nuk i kemi prodhuar ne termin vetëm 10 minuta sharri, edhe për ne këtu edhe për shikuesit. Nuk i kemi prodhuar ne temën Shqipëri e madhe. Qështë profesor? Pra, nuk i kemi prodhuar në temë. Ne kemi prodhuar temë vetëm të kenë shqiptarët shtetin e vet aty ku jetojnë. Sepse në fakt është çështje shtria e shqiptarëve në adhërën e vet është kaq specifike sepse janë të ndarë, është Shqipëria e sotme, lëndeneze që e quhen ju, edhe që quhen shumë historian, në fakt është i vetmi shtet, me sa unë njoh, që të gjithë kufit rreth saj janë me të njëjtën etni janë shqiptarët. Pra është i vetmi shtet që kufizohet me shqiptarë, por Shqipëria është komplet si shtet kufizohet me shqiptarët për çark shtrirës saj toksore dhe ndoshta edhe për te detale atje, pas zu dalte arbreshet. Sidoqoftë ja du them. Po më duket që Halili ka mrrin diçka që na s'e kuptojmë. Halili ka mrrin kanë me antagonizmat e vet, kanë herë me çipuçuni tezat e vet. Ka mrrin me kanë teme bisedës, kanë herë ka rastisë është edhe Hamni si Halil Budakova, që të përmendet Halili në çdo debat edhe në këtë rast. Sepse Halili i ka arrit me kanë qendër vëmendjes, jo me një tezë, ku më di se çfarë. Edhe një farë forme po më duket që ja ka arritur gjë tjetër, ta kthej veten si një lloj viktime, po ta viktimizoj veten që pastaj ka ardhur një farë solidariteti spontan ndaj tij. Halin ka kurse ka sulmu. Halin mund ta kenë kërcënuar në rrjetet sociale, siç i bëjnë të gjithë. Halili paradokohet. Edhe e kanë sulmu. Fizikisht, zoti Selimi. Se pas kanë ditë. E kanë sulmu. Sulmu fizikisht. Po sidoqoftë ka arrit të jetë, nuk e di si është. Me siguri. Edhe s'më vjen mirë. Po, s'më vjen mirë. Unë në këtë zyre, nuk e di derisa dikush nuk kam qenë debat para drejtësisë, ajo është rrah fizikisht, është rrah keq. Po, s'kam di. Në këtë studie kam qenë debat me të njëjtin njeri, edhe kemi debatuar temën. A ka qenë kjo sulm ndaj tij nëse unë kam kundërshtuar këtë studie? Shumë më pak e kam kundërshtuar në, duhet të them vetëm se po më duket pak që shumë më pak e kam kundërshtuar në një publikim tim në Facebook. Shumë më pak se sa kam kundërshtuar në këtë studi. A do thotë që në studiu tu i Korab, ai ka qenë rrezikuar i kërcënuar? Jo, absolutisht. Tjetër gjë është reagimi i njerëzve. Tjetër gjë është reagimi i njerëzve. Por nuk ishte dashur në orë kaq serioze. Reagimi i njerëzve, shpreha e njerëzve. Le të quhet edhe kjo shprehje e lirë, është ajo kërcënimi. Jo, nuk. Juve nuk ju ka akuzuar akush, ju keni sulmuar Halilin. Jo, ta hekim atë. Po, vetëm shumë sepse kam qenë i përmendur në disa shkrime, kam qenë i përmendur edhe në shkrimet të disa publicistëve. E keni fjalën për këto deklarimet e fundit? Po, deklarimet pas ndeshjes. Kam qenë, si thosh, i përmendur. Ka qenë edhe Rustem Mustafa e përmendur, që rastisht ka rastisë që edhe ai të njëjtën kohë kishte pas bërë Zoti Selimi, unë po mundohen ta përfundoj, kishte pas bërë një reagim, kështu që kemi qenë, si thosh, është dhënë një farë fotografie sikur ne kemi sulmuar Ali. Ajo që keni ne kemi dhënë qendrim, edhe ky qendrim po më mërmendja që është dashur me u theksuar një herë. Unë e tham vërtet, ndoshta kam gabim. Unë e tham vërtet. Kur flet një publicist i tillë, sidomos në televizionet në Shqipëri, unë ndihemi pa përfaqësuar ose i përfaqësuar drejt, sepse po e shef. Jo, këtu kam qenë ndërpres. Ai nuk i përfaqëson juve. Të lutem shumë. Ai është një gazetar që përfaqëson veten edhe mendimin e tij. Pikpamjet e vet. Si e shohin shikuesit qytetarët e Republikës së Shqipërisë, një opinionist që vjen nga Kosova, edhe kjo nuk ka qenë kritikë. Dgjoj, kjo s'ka qenë kritikë as ndaj Halilit, as ndaj shikuesve, ka qenë ndaj mediave, ka qenë ndaj një televizioni dhe një emisioni konkret që kam thënë që nuk po kuptoj pse këta njerëz po të marrë opinionin e Kosovës se thrasin njëri që s'ka të bëjë me opinionin. Do të kishte kuptim në debat nëse të gjithë do të ishin në një valle. Na po respektojmë, duke folur për këtë, po respektojmë Halilin. Po bëj mirë që po respektojmë Halilin. Në fakt ai ka arritur që ne të flasim për ta. Sot do duhet të ishte vebi po. Nuk do të ishte tepër sigur zoti Matoshi të ishte këtu dhe zhballavaçu prap me ju edhe me idetë e tij. Gjithsesi, unë do të them dy gjëra. Halil Matoshi është rrah fizikisht, sigur se janë rrah edhe gazetarë tjerë dhe janë sulmu shumë keq. Në momentin kur dikush nisë dhe linçohet edhe quhet trashëgimi e Miloševićit, mos harrojmë se ka një kategori njerëzish që janë të gatshëm për të sulmu. Në amend kësaj njerëz janë vrarë në Kosovë. Do të thonë duke i konsideruar të tillë në periudhë pas luftës, po flas në kushte që do duhet të ishin normale.
Mos harrojmë se janë vrarë dhe gazetarë, janë vrarë edhe publicistë. Është vrarë zoti Xhemal Mustafa, i cili ka përfaqësu diçka tjetër, prej asaj që në atë periudhë është dikush tjetër ka përfaqësu diçka tjetër. Do me thonë, deri në pikën kur nuk rrezikohet jeta e tjetrit edhe nuk nisim pastaj ta identifikojmë atë sikur delja e zezë mes një tufe të bardhë, jemi okej. Në momentin që e kalojnë këta, pastaj sigurisht njerëzit duhet marrin masa dhe përmbrojtje. Reagimet e tilla janë shumë të ngjashme në aspektin patriotik, sikur në rastet që reagojnë këta përfaqësuesit fetar. Është e njëjta frymë, është e njëjta formë. Me njëherë të identifikojnë me një diçka anti. Absolutisht. Sa kërcënime ka vjen keq nëse përdorur. ndihet si dështitari i Kosovës i kërcënuar edhe rrezikum, po ashtu edhe Halili dhe kushdo. Ashtu që shumë vjen keq se secili qytetar i Kosovës që është i kërcënuar dhe rrezikum dhe kurrë nuk solidarizohen me kërcënimin e Profesor Blerim Latifi ka marrë kërcënime me vdekje prej një kategorie të fetarëve apo njerëzve që përfaqësojnë fanatikëve që përfaqësojnë një besim ekstrem. Do të thonë kjo është çështje e ditëne publikisht. Njerëz të tjerë, gazetarë të tjerë kanë marrë kërcënime publike nga një kategori e njerëzve të dalë nga lufta. Do të thonë, këto reagime kanë të njëjtën përmbajtje. Kanë emra kërcënuesit. Sigurisht. Pse si denoncojnë? Sigurisht. Unë për veti kam denoncu në shumë raste në polici, edhe jam ballafaqu atë sa funksionon ligji këto. Megjithatë, në këtë pikë unë mendoj që duhet jemi të kujdesshëm. Unë respektoj atë që thoni ju, unë respektoj atë që thot profesori apo edhe profesori tjetër. Megjithatë, nuk keni të drejtë të macenoni të drejtën time për të dhënë opinionet e mia atë sa arriti argumentoj. Mbi këtë bazë duhet jemi të kujdesshëm sepse prapa atyre patriotëve që unë i quajnë thojza, prapa disa kategorive qëndrojnë një grumbull njerëzish që përfitojnë nga mbrojtja atyne, qoftë kombëtare, qoftë fetare. Ata në realitet janë disa përfitues, janë një grup hajnash, një grup mashtruesish që interesi tyre në themel është financiar. Edhe në këtë rast? Jo. Edhe në këtë rast? Edhe të kemi të qartë. Jo, nuk thash këtë. Një gjë duhet të kemi të qartë edhe për shikuesit. Kushdo që ndihet i kërcënuar ose kushdo që kërcënon, por kur bëhet fjalë për kërcënimin, kërcënimi do duhet të ishte i denoncuar. Edhe i dënuar. Edhe në vjen keq nëse e ka kërcënuar dikush një publicist, ose ndonjë publicist, ose ndonjë figurë publike, ose cilin ndonjë qytetar të Kosovës. Por ne duhet ta kemi të qartë që tash është i kërcënuar një publicist si i tillë apo nuk është i kërcënuar. Duhet të them një gjë. Opinioni që unë përfaqësoj, ajo që unë përfaqësoj, ajo që unë kam publikuar, nuk quhet kërcënim, as nuk është kërcënim, pra unë do të disha shumë keq nëse dikush ishte ndi i kërcënuar me një shkrim, nëse dikush ishte ndi i kërcënuar me gjëra të ngjashme. Pra, thjesht nuk është kërcënim, është një ballafaqim. Jo shumë pedant i mendimeve dhe i opinioneve dhe i tezave që nuk janë kaq thjeshta. Normalisht, njerëzit që kanë ndjenja, njerëzit që ndjejnë diçka, nuk mund të jenë kaq ftohtë dhe indiferent kur ndjenja e tij atakohet deri në farmose ose deri në atë mos çfarë mund të jetë atakuar nga teza dhe opinionet e tilla çfarë ka ndodhur. E theksoj edhe një herë që në këtë temë, me këtë rast, ndoshta mund të jetë këtë pasur shkrime nëpër rrjetet sociale e të ndryshme, por nuk do duhej thjesht të interpretohej si një sulm dhe një viktim këtë rast e cila do duhej të krijojë një farë solidariteti për të mbrojtur. Edhe herë pajto me ju, ka pasur në kohën e pas luftës kërcënime, ka pasur në kohën e pas luftës dhunë, ka pasur në kohën e pas luftës vrasje, ka pasur në kohën e pas luftës edhe kërcënime ndaj gazetarëve, edhe vrasje ndaj gazetarëve dhe politikanëve. Si shoqëri dhe si shtet s'ja kemi arritur as ti parandalojmë, madje s'ja kemi arritur as ti gjykojmë dhe ti identifikojmë dhe ti gjykojmë. Ky është defekt shumë i madh, ky është diçka që do duhet ndodhë të ishim të fokusuar në gjatë të tillë. Dhe jo thjesht ta nxjerrëm situatën në një diskurs të caktuar politik dhe këtë diskurs të caktuar politik ose brenda këtij diskursi të qisim edhe limitet e këtë kërcënimeve dhe këtë gjëra të këqija, sepse nuk janë. Nuk është shqetësimi im është
Kjo atmosferë se rikthehet her pas here. Kjo atmosfera është her pas here jashtëzakonisht e rëndë, është e vendosur. Pikërisht sepse për këtë që po e tani. Sepse dinamika e misionit kanë herë edhe po na bën që të mos I thojmë disa gjëra në kohën kur thuan. Po I mbesëm bërë që thëmë diçka, sepse edhe në shkrimet ndryshme është thënë që edhe UÇK-ja, në këtë rast edhe reaguesit nga UÇK-ja, siç janë monët dhe të tjerët, kanë luftuar për shprehjet e lira. Natyrisht që kanë luftuar për shprehjet e lira. Lufta e ushtrisë së Kosovës, theksoj herë ka qenë për liri. Edhe në kodët e lirive është edhe shprehja e njeriut. Por nuk është thjesht liria e limituar vetëm në shprehjen e lirë dhe kaq, sepse shprehjet e lirë kemi mundur të kemi edhe në rrethana tjera. Po jo veprim, një gjë do them. Ka pasur opinione, jo në këtë rast, opinione në këtë studia madje, që është thënë që po UÇK-ja ka luftuar për këtë shtet. A ka luftuar UÇK-ja për këtë shtet as ka luftuar? UÇK-ja ka luftuar që ky shtet ketë simbole. Ka dalë. Nuk është UÇK-ja që ka ndodhur në shekuj, ku më di çfarë shekullin e krijimit të kombit. Blerema ose më herët. UÇK-ja ka 15 vite që ka përfunduar si luftë. Që është ndërprerja ose ka përfunduar. Ka ndodhur protagonistët janë shumica janë gjallë, përveç atyre që janë vrarë në luftë dhe përveç atyre që kanë vdekur pas lufte. Kush ka qenë objektivi, qoftë edhe politik I ushtrisë së Kosovës? Është shumë I përshkruar në betimin e saj që dokument që ekziston, që dokument bazik, kur ushtria shqiptare e Kosovës lufton për liri, për shlirimin e tokave shqiptare dhe bashkimin e tyre. Pra bashkimi I tyre nuk është Shqipëria e madhe, bashkimi I tyre nuk është Shqipëri etnike, bashkimi I tyre është një drejt që ju takon edhe shqiptarëve, e theksoj, edhe shqiptarëve siç I takon edhe kombeve tjera, siç I takon edhe popujve tjerë. Pra, ushtria shqiptare e Kosovës ka luftuar për liri, ka luftuar për të drejtë që quhen bashkimi trojë shqiptare dhe për të drejtën e vetvendosjes. Spaku të pyeten shqiptarët duhet të bashkohen ajo dhe kjo as pak nuk as nuk është Shqipëri etnike, sepse nuk përjashton etni tjera, edhe brenda këtij shtetit, kësaj Shqipërie të bashkuar, as nuk është Shqipëri e madhe, sepse nuk bëhet fjalë për madhizëm, por është një Shqipëri e cila në moment caktuar është ndarë, është një këmbë I cili në moment caktuar është ndarë në disa shtete. Kaq, pra, nuk do duhej që ushtria shqiptare e Kosovës dhe qëllimi I ushtrisë shqiptare e Kosovës të përkufizojë që ushtria shqiptare e Kosovës ka luftuar për një shtet, atë shtet e kemi. Ushtria shqiptare e Kosovës ka luftuar që ky shtet të ketë institucionet dhe kjo I ka institucionet, edhe simbolika, qoftë flamuri, qoftë tjera, dhe ky shtet jetë një shtet multietnik që nuk është në përputhje me gjendjen ekzistuese të demografisë në Kosovë. Pra, po të krahasojmë Kosova duhet dhe ketë kultivoj etnit, por jo një shtet multietnik. Ka një kontradikt, mes asaj që thot betimi I ushtarit të UÇK-s edhe emnit të UÇK-s. Është kontradikt të cilën ndoshta ju nuk e keni vrejt. Ja kam vrejt, sepse ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftën me Kosovën. Projekti I ushtrisë shqiptare ka qenë çlirimi I Kosovës. Nuk ka qenë as vizion se çfarë shteti kemi me ndërtues. Ajo ka qenë çështja më urgjente, kryesore, fundamentale, me çliru Kosovën, me hek Serbinë për këturit. Mirë po na duhet të pranojmë faktin se pas luftës, me emnin UÇK është abuzuar shumë. Njerëz me uniformë kanë abuzuar shumë. Dhe nuk duhet po pse pishim nga Qajan? Nuk duhet të mbyllim syt para saj. Sa I përket edhe po vazhdon çfarë sa I përket edhe ma dëmdumet janë pikërisht qytetarë. Sa I përket kërcënimeve, domethënë sa I përket vetëm pak. Veç mos kalojmë prej temës të rrimë të liria e shprehjes, të liria e shprehjes. Këto kërcënime çka flasin? Këto na flasin se na ende jemi një shoqëni e mbyllur. Çfarë është një shoqëni e mbyllur? Një shoqëni e cila nuk pranon brenda saj bindje pluraliste, nuk pranon shumësi pikpamjesh të ndryshme, po një shoqëni që është e lidhur për idenë e homogenitetit, me qenë të gjithë të njëjtë, me mendu të gjithë njëjtë. Po kjo është ide totalitare, komuniste, është diktatoriale, një popull me mendu njëjtë. A më ndihmon diçka, më thuaj një emër që ka kërcënuar, një emër. Po flasim tash në kontekst më të përgjithshëm. A jo unë që kam kërcënuar? Absolutisht jo. Lutem. Absolutisht. Ose një emër publik që ka kërcënuar. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Unë nuk merrna me gjurmimin penal. Jo se disa kolegë tuaj kanë adresuar. Unë merrna me konsekvencat logjike të një pikpamje. Mirë po. Kur është puna te Halili? Megjithatë edhe pse Halili më konsiderojnë në shumë pikpamje, sidomos ato që lidhen me sociologjinë e nacionalizmit, nuk I ka të sakta, dhe ato jam dalë. Unë konsideroj se pikpamjet e Halilit megjithatë e shpreh një sfidë të cilën na shpejt kemi mu ballafaqur. Herët avon, dhe unë konsideroj shumë shpejt kemi mu ballafaqur me raportin e Kosovës me Shqipërinë.
Dhe duhet ta dim se ai raport nuk është as raport vllazëror, as dashuror. Jo, pse jo? As nuk është romantik. Na po kemi problem me bot tregtimin njëri tjetrit. Sakt. Po kjo është Mielli nuk mund ta çështje e politikave, jo çështje e asaj çfarë ndjen kombi me vetes. Ju e keni vrejt qytetarët e Kosovës kur shkojnë në pushime, domethënë në bregdetin shqiptar, me çfarë paragjykime. Kalon shumë mirë. Jo, me çfarë paragjykime sharbasere ballafaqe. Kur s'kam kalu këtë? Mos u nisni prej vetes. Po pse do të nisë? Pse do të nisë prej vetes? Mos u nisni prej vetes, nisni prej qytetarit mesatar. Nëse për qytetarit mesatar. Çu kanë kalu 10 milioni të zhvendosur te Kosova dhe Shqipëria atë? Ajo ka qenë situatë jashtëzakonshme. Situatat jashtëzakonshme nuk mundesh me marrë se. Ma është në turizëm kur shkon nuk do të pa lek. Ai lek ti kërkon. Sfidat e cilën e paraqet pikpamja ndryshe Halilit është sfidë që ka marrë. Dhe unë konsideroj se ai ka me qenë një problem shumë i madh. Ekziston si problem. Neve na konsiderojmë se le të bashkohemi me Shqipërinë. Unë konsideroj se bashkë ditë kur të krijohet ajo mundësi për të bashkuar me Shqipërinë, na kemi me hezitu. Mos paragjyka. Jo. Nuk po paragjykoj. Jemi më vëllazëror se kanë qenë dy Gjermani para 1999. Po parashikoj. Varet ç'është shumë. Po parashikoj. Shikoj. Sepse me gjithë atë ne duhet ta planojmë një fakt. Në vitin 1912 rrugë tona e nda. Pa dëshirë. Nuk e pranoj këtë fakt. Ja, pa dëshirën tonë. Për asaj kohe na kemi jetuar në regjime të ndryshme, në ideologji të ndryshme, në sisteme të ndryshme ekonomike edhe kulturore. Dhe këto vetveti u kanë krijuar disa dallime. Dhe krimet paragjykimi. Dallime ka Raveci e Prishtinën. Po flas nivel më të lartë, jo Raveci e Drenica. Jo, domethënë, kanë krijuar disa dallime kulturore, gjuhësore, e mentale, sensibiliteteve tjera, sociale. Dhe unë konsideroj se nuk është lehtë me shkri këtë dallime brenda një projektit madh unitarist të bashkimit. Dhe mendoj se Halili e potencion pikërisht këtë sfidë. Më shumë ka dallime veriu me jugun Shqipërisë se veriu Shqipërisë. Kërcënimet e tij janë kërcënimet e fanatikëve, domethënë se kërcënimet ndaj lirisë së shprehjes vijnë kryesisht nga njerëz fanatikë, të cilët konsiderojnë se kanë të vërtetën në xhepin e tyre, edhe kushdo që mendon ndryshe prej tyre duhet ose me vrasë, me eliminuar, ose me përjashtuar, ose me mbyll gojen. Dhe është koncept ignorant, sepse vetëm ai ignoranti që s'di e ka fuqi dhunën, shprehjen e dhunës në raport me dikë. Fanatikë dhe ignorant janë identik. Po diçka të diskutojmë ndoshta kështu blerim, sepse tash nëse vetëm një moment. Sa i përket kësaj sfide, të cilën Halili e paraqet, ndoshta nganjëherë nuk e paraqet ashtu siç duhet, për shkak të natyrës së tij të fundit si publicist, si gazetar. Unë konsideroj se ekzistojnë sot në raportet Kosovë-Shqipëri disa variacione se si kanë me u zgjidh, ose kanë me u dizajnu, ose me modelu. Mas pari kemi ata që në quaj unitarizm. Qëndrimin unitarist, që të thotë? Një këmbë, një shtetë. Legja, haptash, bindje ti politike. Po më vazhdoni, unë e të thekë. Okej, ose këtu. Renat. Mirë është. Do thot, është unitarizmi, që e përfaqëson vetëvendosja, ose aleanca kushizit Shqipëri. Dhe variacioni tjetër, po, ato mund ta diskutojmë. Po. Variacioni tjetër është dualizmi, që në kupton një kam dy shtete, që është interpretimi zyrtar, elita politike. Jemi një kam po dy shtete, Kosova dhe Shqipëria. Është interpretimi radikal, kosovarist, që thot dy shtete, dy kumë. Aty e ki Halili. Dhe njerin du të diskutojnë pikpamjet e ti. Edhe unë konsideroj se interpretimi Marelis është federalist. Thot na në një tarme tafërt, ose të largët së më rëndësivare për procese politike dhe historike, e shumë ta që mundemi me i zhvillu marrëdhëniet me Shqipërinë është në një njësi federale. Do të thotë, dy shtete të pavarura. Ju sa po bëhet lajm, këshilltari kryeministit propozon federal. Absolutisht. Po nuk po flas si këshilltari kryeministit, po flas si profesor i filozofisë politike.
Në Universitetin e Prishtinës, ka kush flet në emrin të kryeministit, unë se nuk jam zëllën si ti. Unë e muj ta këshilloj ato, t'i jap edhe kështu, edhe i jap edhe të titlat, nuk është problem. Mirë po në konsideroj se modeli ma realist, përmes cilit na mund të rregullojmë raportet në një tarë me tafërt me Shqipërinë, nëse duam të kemi raporte me tafërta, është një model konfederalist. Jo unitarist, siç mendon Rexha, as ekstrem kosovarist, siç mendon Halili, domthon dy shtete, dy kombe të ndryshme, se o problema ajo punë. Por as dualist, kuptimin një komb dy shtete, po dy shtete që megjithatë mundën më ngrit deri në nivelin e një lidhje konfederaliste me njëra. Nëse më lejon, nëse ka Kemi 5 minuta dhe fundit. Do të mundohem shumë shkurt. Ideja është që nuk duhet ta shohim Bashkimin Kombëtar Shqiptarëve si një akt, por duhet ta shohim si një proces. Po ai proces duhet të konkludojmë me një model. Dakor. Në qoftë se e shohim si proces, atëherë secili akt në kuadër çeti procesi ka kohën e vet të realizimit. Unë mas pare e shoh integrimin shpirtënor mes shqiptarëve, integrimin kultural që e përmendet ju, integrimin kuadrin e martesave, integrimin kuadrin e mos paragjykimit që një shqiptar i Kosovës të vënë në Shqipëri të punoj, një shqiptar i Shqipërisë të vijë këtu, të zëvend dhe profesor universiteti e tjera, sepse në kuadër të këtij procesi, unë besoj që përgatitet një situatë ku ne do të vim në një pikë dhe ta diskutojmë atë modelin që thot zoti Selimi, modelin që thot dikush tjetër ose modelin që thot dikush tjetër. Dhe shtetet moderne decentralizohen. Në qoftë se e shohim dhe bëjmë një analogji, Kosova, Gjermania, edhe Gjermania funksionon në kuadër të landeve. Domethënë ato landet gjermane kanë një lloj autonomie në veti. Dhe unë nuk e shoh Kosovën edhe nuk i shoh territore tjera, eventualisht që mund të arrijnë në një subjektivitet ku do pyeten nëse do i bashkohen një lidhje eventuale shtetërore në kuadër saj gjeografisë shqiptare, si një akt edhe bashkim klasik. Unë i shoh si subjekte, qoftë si lidhje federale, e ma pak i shoh si lidhje konfederale, sepse në kuadër të lidhjes konfederale e ruajnë shtetësinë, kurse në kuadër të lidhjes federale e ruajnë një farë subjektiviteti. Me i fjalë, punët e jashtme e tjera i ka në kuadrin e organizimit përbashkët, kurse ka një decentralizim pushteti që praktikisht duhet të ekzistojë për të funksionuar mirë. Dhe unë nuk e shoh me shumë probleme këta, sepse të jemi sinqert, unë më shumë sot shoh gati për krahas të Edi Ramës në Kosovë, sesa për krahas të Sali Berishës. Ke parasysh. Ato janë konjunktura momentale politike. Tjetra, unë hala nuk mendoj që është rrezik kosovarizmi, po hala nuk është koncept. Paktën unë s'du të përmendem, po të dy njerëz e shoh që e thojnë publikisht dhe ata nuk e argumentojnë në asnjë mënyrë. As në kuptimin historik, as sociologjik, as politik, as juridik, në asnjë kuptim tjetër, vetëm se ju ka tek për mendimin tim sa për të qenë në media dhe për të thënë diçka në kundërshtim me Nuk është. Vebi? Nuk është krejt ajo që thot profesor Frashër për këtë çështje. Unë du të përmend edhe një fakt në fund, deklarimet e publicistëve dhe gazetarëve. Sot Baton Agjiu ka përmend një diçka shumë atrand që kërkush s'është marrë me ta. Ka thonë duhet ta mirëkuptojmë Serbinë se ka humb 11.000 kilometra katror. Do të thonë është tash Alil Matoshi pse përfaqëson një koncept krejt tjetër dhe ai përfaqëson një kompani tregtare është mohabet tjetër. Po megjithatë, ajo që ka thot kolegu jon, zoti Matoshi, pavarësisht këtyre argumenteve që u dhan sot këtu, ai njeri duhet të ndjehet i lirë për ato që thot. Dhe krijimi i atmosferës së zymtësisë së kërcënimit, për mu është problemi thelbësor në gjithë këtë mohabet. A mund të jetë i rrezikshëm? Kush i rrezikshëm? Krijimi i kësaj zymtësie, i këtij ambienti që përmendëm më herët, në një atmosferë të tillë. Në një atmosferë të tillë njerëzit sulmohen. Në një farë kuptimi është e fitore e Alilit, sepse kërcënimi në kupton mungesë argumenti. Ti kur e kërcënon dikon, do të thotë se je dorëzuar para argumenteve racionale të tij. Kur e kërcënon, kërcënimi me përdorimin e dhunës është fakti i parë që tregon se ti ke mungesë argumentesh racionale.
Nuk është dashur me marrë që formë, më vjen keq nëse është i karsnon, po. Nuk është dashur çështu me prezantu tash me dhënë formë institucionale karsnimit. Apo marrën si shembull për me trajtu fenomenin. Dhe ja arrit Ka pasur në Facebook një fushat, zotë Selimi. Dashur se kam përcjell këtë. Ju se keni përcjell, ne nuk po flasim atë ju që keni shkruar sepse ai nuk ka qenë karsnim, domethënë ta mbyllim këtë diskutim me ju personalisht. Por në faqen në Facebook të emisionit Randevu, ku është edhe poshtë, domethënë, ku kemi postuar një fotografi të emisionit, ka pasur thyrje, sharje, pasaj edhe në për rrjetet, po mendoj në përfaqe të tjera ka pasur thyrje dhe sharje, dhe këto, ajo që po thotë, kjo është e lidhur pak edhe me, që po thotë Vebia, krijohet ajo zymësia dhe atmosfera e kërcënimit. Edhe me traumën e mediave të reja sociale, do të thotë. Shqiptarët janë duke kosovarë shqiptarët shumë në rëndësi, këtë rast. Janë duke përjetuar mënyrë traumatike globalizimin dhe internetin dhe Facebookun. Dhe këtë mënyrë traumatike shfaqin kësu fenomene të shëmtuara, që janë dhe për buzjet, sharjet. Të flasin për një kulturë, kultura sharjes e fyrjes e përbuzjes flet për një situatë kur shoqënia është e mblefosur, është e mbushur me mblef, po ta dinë ka ta orientojat mblef dhe ndodhin këso. Në fakt ndoshta më përmbyllë, sepse du thamë, në fakt është krijuar një situatë që nuk është edhe e lehtë, që nuk është edhe pedante, pra nuk ishtë dashur na me pretendu në pedanteri me qenë, edhe në mënyrën e shpresës të reagimit, nuk është dashur me qenë, pra nuk duhet të justifikoj reagimin e njerëzve, por sidoqoftë është krijuar një situatë e caktuar politike, që ka të bëjë me kombin, etnin dhe të ardhmen e këtij kombi, dhe normalisht reagimet janë kanjëherë, si thosh, shkojnë përtej kufeve. Por ta kemi parasysh jemi në situatë shkurt jeni sepse ka përfunduar koha. Jemi në ta përmbyllë fjalinë. Jemi në një situatë shumë të rëndësishme. Edhe reagimet duhet t'i marrëm të rëndësishme, por nuk duhet të prisim tash një farë ftohtësie, një farë qetësie, ku bëhet fjalë për kombin, ku bëhet fjalë për flamurin, ku bëhet fjalë për shtetin. Nuk do të ketë kur qetësi rreth për shkak se këto koncepte gjithmonë janë të kontestueshme, debatueshme. Të hapuna. Kështu që gjithmonë do të ketë përplasje rreth tyre. Dakor, kurse për modelin e bashkimit kombëtar, nuk kam thonë herë që është modeli që përfaqësoj unë ose që mund të them diçka është unitaristë këtë rast, unë e kërkoj, mbroj dhe du bashkimin e kombëtar shqiptarëve ashtu siç e duan shqiptarët, edhe ashtu siç e kanë të drejtë shqiptarët. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tim. Të nderuar shikues, këtu japim fund emisionit Randevu, ndërkohë ata të cilët janë inkuadruar me vonesë në debat, ne do t'ja transmetojmë edhe një kronikën me të cilën edhe kemi hapur këtë emision, që ka të bëjë me tezat për nacionalizmin shqiptar dhe lirinë e shprehjes. Ne shihemi të shtunën tjetër me Beqi. Lumdora i smeqëm. Njerë se na erdhe is, qofshka më parë. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.